Gradje në shimë të femesë. Li situate tillë është të solitur gjatë sezonit të verës në qarkun e Lezhës, ndërsa shpeshherë informatlu kanë bërtitje drejtuese të mjeteve që për të vërtetësuar lëvizjen në akse kryesore të drejtorin edhe rrugët alternative. Policia shtetit sëroi sot ndryshimet që ka mësuar të rrugë duke shpresuar masat për përdorimet e alkoolit si dhe shpejtësisë të normave të rregullta. Ndryshimet prekin edhe masat për përdorimin e telefonit me time. Policia shtetit ka sëroi ndryshimet e filmit të politikut të drejtuesi të mjeteve. Drejtori i policisë Grgoret Lavatoci në konferencë me media manifestin të keqë ai patentës policisë të shoferëve në Bosnjë të drejtimit të linjës të zero. Heqen të gjithmonë të bëjë politiku në drejtësi e rritës, rezultat në nivela politiku në rrasë 0.5 të litër në gjatë. Dhe është konstatuar dhe mbështuar në parë për drejtimin e një alkool ose në gjenet verë. Në tjetër ndryshim sipas Lavatoci është arrestuar shpejtësisë të imamave të liruar. Trashpërsimin e masave varësimi të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushane të kufizuar, përfshirë manovra reversible, masa administrative dhe të shkelje është rritur nga 20 në 60 kg. Ndryshimet parashikohen se ndalojnë përdorimin e telefonit të gjithë të motorëve deri në 20 kg dhe bicikletave. Nëse drejtuesit konstatuan në telefon 2 herë brenda vitit, atëherë pezuohet patenta. Ndryshim tjetër për drejtuesin deri ose gjyqi të parë nuk lejohet as 1 miligram alkool, ndërsa shpejtësia e lejuar për ta është 90 km/h në autostrada dhe rrugët urbane kryesore, si dhe 80 km/h jashtë qendrave të banuara. Një ndryshim tjetër është reduksja e konvertimit të pezurimit të lojës së drejtimit me pagesën e një shumë sa dyfishin gjokës maksimale që kanë shikuar për numrin e shkelur. Inflacioni arriti në masën 3.4% në muajin korrik, niveli më i lartë, 2.5% krahasuar me një vit më parë. Çmimet e ushqimeve, transporti dhe kostot e balimit vijojnë të jenë ndër faktorët kryesorë të rritjes. Inflacioni rikthehet në rritje në korrik. Çmimet e konsumit u shtrënguan me 3.4% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, nga 2.5% që ishte inflacioni në korrik të vitit 2025. Vetëm brenda një muaji çmimet u rritën me 0.2%, por pas shifrës së përgjithshme fshihen disa nga kostot më të ndjeshme për familjet. Ushqimet mbeten kontribuesi kryesor me 1.18% në inflacionin vjetor, pas tyre vinë qirat, uji, energjia dhe karburantet me 0.83%, ndërsa transporti shtoni dhe 0.52% dhe pikërisht transporti është